Mirëmëngjesi Kosovë, mirëmëngjesi doktor Bardhyl Hasan Papaj, po e lek këtë video mesazh për ty. Kam nderin edhe kënaqësinë të kem mik të ngushtë prej 3 dekadash tashmë, të njoh shumë mirë, njoh intelektin tënd, njoh integritetin tënd dhe prandaj e ngre zërin për ty dhe bëhem mbështetja jote në këto zgjedhje, sepse ti je një mik i jashtëzakonshëm, një djalë i jashtëzakonshëm, një burr dhe një zë që i duhet Kosovës sot nesër në kuvendin e Kosovës. Kam shumë çka për të thënë për ty Bardhyl, një djalë i jashtëzakonshëm, një familjar i jashtëzakonshëm, një baba i jashtëzakonshëm, një bashkëshort i jashtëzakonshëm. Unë flas me ty me superlativa sepse të njoh shumë mirë dhe do doja që edhe elektorati të njihte po aq mirë sa që të njohim edhe ne miqtë tu të ngushtë. Të uroj shumë suksese në rrugtimin tënd dhe po ta dinte elektorati çfarë djalë i jashtëzakonshëm je, nuk do mendonte 2 herë dhe do të ta besonte votën, sepse ti meriton të gjitha suksese. Fjalë të jashtëzakonshme. To se pas na ditë. Merituara. Që se pas na ditë kjo nuk Ariola realisht nuk del shumë publikisht dhe del publikisht për jo për të përkrahur kandidat si jo. Dhe të më thënë, atëherë jeni shumë i veçantë. Ariol që i punë tua, ose përzin politik, sepse miron, kom kalu një karrierë tashmë një kështu dhe fakti që kom hi me vëmdije, politika ka sfida tjera, natyrë tjetër dhe ma qëndron largë këtyre se tani. Por e duket se për bënd të kundërtën, për qëndron shumë afer. Qa kom kërku, qa kërkoj, po sigurisht që e qmaj, Ariola din të surprizoj. Fjalë e zakonshme për juve. Se pas na ditë që pa shkrimin gjep, kur e boni gjep pardje një shkrim që me njerë kishte marrë vëmendjen e mediave. Po, është shumë e vërtet. Dhe biles isha një tubim, binte telefoni, shumë mesazhe më kishin ardhur, kështu se dija se kur e shoh Ariolën. Ishte bo virale në shumë media.